Në pranverën e vitit 1999, në kulmin e krizës së Kosovës, Fatmir Haklaj u rikthye sërish në radhët e policisë së Tropojës. Këtë radhë detyra e tij ishte komandanti i grupeve të gatshme në komisariatin e Baramcurit. Nuk dihet në çrrethana, por ai siguroi një dëshmi të pastër penaliteti, të cilën e paraqiti në Ministrinë e Brendshme nga ku mori emërimin. Prokuroria e Mirditës që hetonte për vrasjen e Shaqir Hoxhës më 9 janar 98, brenda ambienteve të komisariatit asgjë u bë e gjallë. Haklaj, edhe pse ishte i akuzuar i kryesor për vrasjen e Azem Hajdarit, u vesh sërish me uniformën e shtetit dhe mbante në brez armë me leje. Bashkë me të në policinë e Tropojës ishte veshur dhe Feriz Kërnaja, i cili kishte detyrën e komandantit të postës në komunën e Fierzës, ndërsa i vëllai i Fatmirit, Ylli Haklaj, punonte si inspektor policie në zonën e Babinës. Rikthimi në policia humbi paksa vigjilencën Haklajt. Ai nisi të lëvizte lirisht me mjetet e policisë, por ky nder që pushtetarët e majtë në Tiranë ja bën Fatmir Haklajt, duke u justifikuar për interesa kombëtare për shkak të luftës në Kosovë, ndikoi që kundërshtarët e tij ta humbnin durimin duke menduar se kupa u mbush. Vendosën të hidhen vetë në veprim. Rikthimi në polici i Fatmirit kur dihej se ai ishte implikuar në disa ngjarje të rënda, nëse nuk dëshmonte pafuqimsinë e shtetit për ta bërë zap, mund të ketë qenë dhe një karrem për ta nxjerrë atë zbuluar, përpara atyre që duhej ta hiqnin qafe. Vetëm pak ditë pas përfundimit të luftës në Kosovë, Fatmir Haklaj u bë protagonist në një tjetër ngjarje. Këtë radhë ai dhe shefi i rendit në Tropojë Jahomul Osmani organizuan bllokimin dhe çarmatosjen e njësisë ushtarake Mërgimi, e cila drejtohej nga kolonel Tahir Zemaj. Kjo brigadë ishte pjesë e FARC, forcat e armatosura të Republikës së Kosovës, trupa të financuara nga qeveria ekzile e kryeministrit Bujar Bukoshi. Kjo njësi ushtarake u tërhoq nga fronti i luftimeve në territorin e Kosovës në momentin që ushtria serbe nisi operacionin e koduar Patkoj. Më pas, pjesa më e madhe e trupave të brigadës Mërgimi u vendosën në bazën kryesore të FARC-ut, pranë Mamurasit. Shërbimi informativ shtetëror dhe qeveria nano e akuzuan kryeministrin Bukoshi dhe drejtuesit e FARC-ut se një pjesë të trupave që i kishin në Shqipëri i përdorën gjatë razirave të 14 shtatorit 98 për të rrëzuar qeverinë e majtë. Duke qenë se trupat e FARC-ut dhe kryesisht brigada Mërgimi shiheshin si kundërshtar të UÇK-s që drejtohej nga Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj, kthimi i tyre në Kosovë pas lufte e cilësoi një rrezik serioz për një konflikt armatosur. Disa ditë pas përfundimit të luftës në Kosovë, më datë 19 qershor 99, forcat speciale të policisë shqiptare shkuan në Mamuras dhe kërkuan nga drejtuesit e brigadës Mërgimi që të largoheshin drejt Kosovës, duke lënë aty të gjitha armatimet e rënda, si raketat tok-tok dhe tok-ajër, armë të artillerisë dhe të tjera. Ish komandanti i kësaj brigade koloneli i vrar Tahir Zemaj në kujtimet e tij shkruan: pas nënshkrimit të marrëveshjes në mes të palës serbe dhe forcave të NATO-s, brigada Mërgimi u nis për në Kosovë, me ministrin e mbrojtjes të Shqipërisë Luan Hajdaraga dhe me përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes Ram dakord që një pjesë të armatimit i linim në dispozicion të ushtrisë shqiptare. Dhe ashtu u veprua, kurse pjesën tjetër kryesisht armët e lehta t'i merrnin me vete. Policia dhe ushtria shqiptare bën një marrëveshje me drejtuesit e FARC-ut, që të shoqëronin me mjetet e tyre autokolonën e brigadës Mërgimi deri në kufi. Përpara se brigada të merrte rrugën e kthimit drejt Kosovës, më 20 qershor 99, Tahir Zemaj e kishte nuhatur rrezikun që i kanosej dhe u nis drejt kryeqytetit të Maqedonisë.
vendin e tij në krye të brigadës e Zuri Fazli Rugova. Autokolona u shoqërua nga mjetet e policisë dhe ushtrisë shqiptare deri në qafën e malit, edhe pse marrëveshja ishte se duhej të shoqërohej deri në kufirin me Kosovën. Në qafë mali, brigada e Farkut u orientua të hynte në Kosovë, jo nga Kuksi, por nëpërmjet Tropojës. Pas një udhëtimi të lodhshëm nëpër një rrugë të vështirë, autokolona e Farkut u ndal në hyrje të qytetit të Baramcurit, pranë varrezave të dëshmorëve. Komandanti i grupeve të gatshme të Tropojës, Fatmir Haklaj, dhe shefi i rendit Jaho Mulosmani u kërkuan trupave të Farkut të linin armët e rënda aty dhe të ktheheshin pas. Në të kundërt, do të kishin pasoja të mëdha. Brigada Mërgimi qëndroi për orë të tëra e bllokuar në hyrje të Baramcurit. Drejtuesit e Farkut dhe qeverisë Bukoshi tentuan të negocionin me autoritetet shtetërore në Tiranë, por askush nuk merrte përsipër të urdhëronte Fatmir Haklajn të lejonte kalimin drejt Kosovës. Ai deklaroi se nuk e njihte marrëveshjen e bërë mes drejtuesve të Farkut dhe qeverisë shqiptare, dhe se nuk merrte urdhra nga Tirana. Haklaj cilësonte trupat e Tahir Zemajt si tradhtar të Kosovës dhe deklaroi se nuk do të lejonte që 250 trupat armatosura të kalonin nëpërmjet Tropojës për t'u dalë pas shpinën e trupave të UÇK-s, që kishin derdhur gjak për çlirimin e Kosovës. Kontaktet nga Tirana nuk ja kthyen mendjen Haklajt, i cili këmbgulte se çlirimtarët e Kosovës ishin trupat e UÇK-s dhe jo Farkut. Përfundimisht, autokolona e brigadës Mërgimi nuk u lejua të hynte në Kosovë nga Tropoja, por u kthye pas në drejtim të Kuksit, duke ndjekur një rrugë edhe më të vështirë se ajo e Qafmalit. Këtë radhë itinerari ishte Baramcuri Qafluzh, Krum dhe Kukës. Ajo që ndodhi në Tropoj bëri që trupat e Farkut të mos hynin në Kosovë si çlirimtar, por si një njësi e çarmatosur. Kolonel Tahir Zemaj dhe qeveria e Bukoshit e akuzuan policinë dhe ushtrinë shqiptare se i kishin prerë në besë për të favorizuar UÇK-n. Sipas tyre, autokolona e brigadës Mërgimi ishte lënë qëllimisht e pashoqëruar në Qafmali dhe ishte orientuar të hynte në Kosovë jo nëpërmjet Kuksit, por nga Tropoja në mënyrë që të ndalojë dhe të çarmatosej nga Fatmir Haklaj dhe njerëzit e tij. Nuk është sqaruar kurrë nëse Fatmir Haklaj e kreu këtë veprim në kokë të vet, apo kishte ndonjë orientim të posaçëm nga Tirana. Fakti është që pas këtij veprimi 6 pjesëtar të brigadës Mërgimi u rrëmbyen dhe u gjetën të vrarë në afërsi të Pejës. Hetimi për këtë ngjarje përfundoi në gjykatën e Hagës dhe të dyshuar kryesor u akuzuan Ramush Haradinaj dhe trupat e UÇK-s të drejtuara prej tij.